Shikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin tonë qendror të lajmeve. Kosova renditet e 99 në botë nga 180 shtete në indeksin vjetor të 2025 për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi. Është viti i dytë radhazi që në këtë indeks Kosova posën rënje, pasi në vitin 2024 ra në vendin e 56 në atë të 75. Në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, Kosova renditet më së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Raporti i Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë ashtu si edhe në Slovaki, Bosnjë, Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Në raport thuhet se liria e medias kërcënohet nga rregullimi i politizuar, qasja e pamjaftueshme në informacionin publik dhe rreziqet serioze për sigurinë e gazetarëve. Verën e kaluar, me gjithë kritikat e mëdha, kuvendi i Kosovës e miratoi një ligj për Komisionin e Pavarur për Media, i cili veç tjerash parashehte mbikëqyrjen e tyre me gjoba deri në 40.000 euro. Ligji për KPM tashmë ish fuqizuar nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës nga Reporterët pa kufi, u cilësua si kundërthënës që rrezikon edhe më tej të pengojë pavarësinë e KPM-s. Regulatori jo efektiv i medias, Komisioni i Pavarur i Mediave, ju nënshtrua një reforme legjislative kontroverse që rrezikon të pengojë më tej pavarësinë e tij. Para zgjedhjeve të vitit 2025, disa media private u shënjestruan nga një bojkot nga qeveria, e cila kërcënoi edhe pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Tutje nënvizohet se gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike dhe se akuzohen padrejtësisht për bashkëpunim me armikun, retorik e përdorur nga grupet politike dhe fetare. Në vitet e fundit, shumë gazetarë kanë qenë subjekt i kërcënimeve dhe sulmeve fizike nga rrjete kriminale dhe po ashtu për shkak të tensioneve politike mes Prishtinës dhe Beogradit. Disa gazetarë kanë qenë cak i përgjimeve, edhe pse sulmet hetohen nga policia dhe prokuroria, ato rrallë rezultojnë me ndjekje penale. Indeksi i matjes së lirisë e mediave nga Reporterët pa kufi u publikua në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit që shënohet më 3 maj. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës shfaqi shqetësim në lidhje me raportin për lirinë e shtypit në vend, duke akuzuar qeverinë e Kosovës se ka krijuar klimë kundër mediave. Deklarimet e AGK-s u bën përpara objektit të qeverisë, të cilën e fajsoi si shta fushat të saj ndaj mediave. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti nuk deshti të komentojë këtë rënje drastike në lirinë e medias. Pikërisht në ditën kur liria e mediave në Kosovë ra për 24 vende dhe për këtë përgjegjëse cilësohet qeveria Kurti. Troprojat e tij dhanë edhe një shembull se si trajtohen gazetarët. Në vend të përgjigjes së Kurtit në pyetjet e gazetarëve, troprojat e tij përzgjodhen të shtyjnë mikrofonat dhe të pengojnë punën. Kryeredaktori i televizionit të shtat, Arsim Lani, gazetari i cili është penguar sot në detyrë, tha për Radio Televizionin 21 se gazetarët sot janë më të kërcënuar si kur do herë më parë. Problemi është që na nuk do të më qenë të sulmum nga qeveria, nga ekzekutivi, nga institucionet e Republikës Kosovës. Unë punoj si gazetar më shumë se 20 vjet. Kam kalu qeveri të ndryshme që nga Kua Bajram Recepit deri te kjo qeveri që udhëhiqet nga Albin Kurti. Beso ose jo, kur nuk kom qenë maj kërcënum, kur nuk kom qenë maj i fym, kur nuk kom qenë maj poshtruar se sa këto 4 vitet e fundit. Qeveria Kurti prej vitesh u lavdërua për shkallën e lirisë së fjalës e të medias, por një raport i fundit i Reporterëve pa kufi e nxorri Kosovën në vendin e 99 në nivelin botëror dhe të fundit në rajonin e Ballkanit. Këtë rënje të Kosovës në lirinë e medias, Asociacioni i gazetarëve e cilësoi si shokuese dhe kryetari i tij Xhemal Rexha radhiti në mes tjerash si arsye dhe miratimin e ligjit kontestues të KPM-s, etiketimet se mediat janë bashkëpunëtore të armikut, sigurinë e gazetarëve dhe vëzhgimin e paautorizuar të tyre.
gjuha absolutisht frikësuese që ka kulmuar që prej muajit nëntor-dhjetor të vitit të kaluar me afrimin e fushatës zgjedhore që ka vazhduar gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas saj. Është momenti i fundit që të reflektojmë si shoqëri besoj. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës është i interesuar dhe u bën thirrje të gjitha aktorëve, duke përfshirë institucionet e Kosovës, që në fakt të bëhemi bashkë duke, nëse është e nevojshme, duke edhe formuar një çfarëdo që e quajmë një task force kombëtare për t'i adresuar këto gjetje dhe për t'i adresuar lirinë e medias në Kosovë dhe sigurinë e gazetarëve. Juristja të drejtës së medias Flutra Kusari thotë se rënja alarmuese në indeks është si rezultat i veprimeve të qeverisë dhe vetëvendosjes që janë reflektuar duke i targetuar gazetarët. Vënia në pikpyetje dhe kontestimi i raportit dhe targetimi i kryetarit të AGK-s nga ana e deputetëve të VV-s është sinjali i qartë që VV-ja do të vazhdojë ushtrimin e presionit në media. Përmirësimi në indeks mund të bëhet vetëm nëse qeveria e ardhshme e krijon Komitetin Kombëtar për Lirinë e Mediave dhe Sigurinë e Gazetarëve, me qëllim të përmirësimit të gjendjes aktuale. Të gjitha vlerësimet të raporterëve pa kufi u cilësuan si të pavërteta nga zyrtar, qeveritar dhe ata televizjes vetëvendosje. Madje shefi i stafit të kryeministrit Luan Dalipi tha se qeveria Kurti është e vetmja që nuk ka shpenzuar miliona për propagandë, sikur se kanë bërë qeveritë e kaluara. Sipas tij dhe zyrtarëve të tjerë televizjes vetëvendosje, raport pa kufi është ndikuar nga individ nga Kosova, që sipas tyre marrin fonde nga organizata ndërkombëtare për Usaidin e mbyllur. Por profesori universitar në Departamentin e Gazetarisë, Faton Ismaili, bëri thirrje që pushtetarët të mos i shohin gazetarët si armiq. Qeveria e Kosovës edhe partia në pushtet ka ardhur në pushtet përmes ndihmës së mediave, ndërkohë punën e parë që e ka bërë në momentin që ka ardhur në pushtet lëvizja vetëvendosje, i ka pozicionu mediat si armiq të popullit. Ka ndërtuar ndërmarrje partijake dhe qeveritare kundër mediave. Sipas statistikave të raporterëve pa kufi, Kosova radhitjen më të ulët e kishte në vitin 2010, kur mbante pozitën 92 në shkallën botërore, dhe radhitja e fundit e vitit 2025 është më e keqja prej 15 vitesh. Ndaj vlerësimit të organizatës Reporterët pa kufi, reagoi edhe Asociacioni i Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës AMPEK, duke e cilësuar alarmante gjendjen e lirisë së mediave në Kosovë. Kjo renditje duhet merret shumë seriozisht dhe nevojitet reflektim e veprim konkret nga gjitha institucionet përkatëse për të forcuar lirinë e mediave, mbrojtjen e gazetarëve, për të garantuar qasjen e informacion dhe për të krijuar kushte më të qëndrueshme ekonomike për funksionimin e tyre, thuhet në reagimin e AMPEK-ut. Në një editorial për gjendjen e lirisë së medias në vendin tonë, drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit 21, Afërdita Saraqini Kelmendi, ka shkruar se përtej simbolikës 3 majit, ditës botërore të lirisë së shtypit, një pyetje thelbësore mbetet pezull. A matet liria e shtypit me ekzistencën e mundësisë për të folur, apo me mungesën e presionit që i bëhet atyre që flasin? Gazetarët mund të kenë formalizuar të drejtën për të publikuar, por përballen me një mur të padukshëm, presion politik, presion ekonomik, vetë cenzur nga frika, sulme digjitale ose të drejt për drejta fizike. Një shoqëri nuk është vërtet e lirë nëse zëri medias është i lirë vetëm në teori, por i shtypur praktikisht nga kontrolli dhe frika e ndëshkimit. Prandaj në vend që të pyesim a kemi të drejtën për të folur, duhet të pyesim a kemi guximin për të mos heshtur. A i kemi mbrojtjet që e bëjnë këtë guxim të mundur. Në këtë kuptim, zonja Saraqini Kelmendi thekson se këtë çmim Radio Televizioni 21 e ka paguar shtrejt, me nxjerrjen e tij në mënyrë arbitrare nga objekti në cilën ka investuar për 20 vjet. Ky çmim është paguar në investim të ri të rindërtimit të infrastrukturës prej fillimit të një Radio Televizioni, ka shkruar postjerash Afërdita Saraqini Kelmendi. Raportin për lirinë e mediave ka komentuar edhe kryetaria e Alternativës, njëherë është deputete e vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, duke potencuar se personalisht nuk ndihet përgjegjëse për këtë rënje të Kosovës në indeksin e reporterëve pa kufi. A ndjeni ju fajtore si përfaqësuese e pushtetit e partisë në pushtet për këtë rënje të lirisë së mediave, sepse mediat janë ballafaquar, siç dihet edhe në raporte, me kufizime, me refuzime, me sulme të ndryshme. S'po them vetëm nga përfaqësues politik.
Andje mund përgjithë se në fakt si personi më i sulmuar edhe statistikisht në media edhe si subjekt i medjave të reme dhe fyrjeve dhe ofendimeve që vjen nga media caktuara apo formate sociale të caktuara, këto të konfirmuara nga organizatat jo qeveritare, nga grupet politike, nuk ndjehem fajtore personalisht nëse është në rafshin personal. Por unë mendoj që ka pasur një degradim përgjithshëm të diskursit publik të gjuhës në shumë rafshe. Mund të diskutojmë ose të marrim përgjithësinë për atë pjesë të mos komunikimit ndoshta me media, përderisa nuk e mendoj në asnjë formë ose format që është cenuar liria e shprehjes ose liria e medjave. Në rast se, domethënë, si organizim politik ose si përfaqësues të grupimi politik i cili në zgjedhje ka thënë se në mediume caktuara nuk shkojmë, kjo ka qenë zgjidhje ose vendim i një anshëm. Po, zonja Kusari, a e pasqyron vetë zoti Kurti nuk flet para gazetarëve në shumicën e rasteve. Pasqyron kjo një realitet që vetëvendosje nuk është shumë e afërt me mediat, sidomos për të dhënë llogari aty ku kërkohet. Shiqoni, ju po i referuheni pyetjeve që i bëhen kryeministrit Kurti gjatë hyrjes apo daljes nga kuvendi, përderisa përfaqësues nga grupi parlamentar i keni 2 ose 3 në raport me të njëjtën temë. Do të thotë ka deklarime zyrtare, të cilat natyrisht janë të diskutuara dhe të konfirmuara edhe me zotin Kurti edhe me të tjerët pjesë e grupit parlamentar, që ne në vazhdimsi komunikojmë me ju, siç po komunikojmë me ju tani. Zonja Kusari, jemi ranguar me poshtë se Serbia, kjo do të thotë shumë apo jo, është shqetësuese për juve? Asnjë format nuk mendoj që liria e shprehjes ose veprimit në Kosovë është më keq se në Serbi. Prandaj e mendoj totalisht jo reale në raport me krahasimin në Serbi. E mos të flasim për situatën atje apo si pikë referencë. Kosova është lart në gjitha nivelet në raport me demokracinë dhe kjo vlen për të gjitha shtyllat e shoqërisë. Nuk po flas vetëm për njërin krahasuar me Serbinë. Pas rënjës Kosovës në indeksin e lirisë së medias në Kosovë kanë reaguar edhe partitë politike në ish opozit PDK, LDK e AAK. Vlora Qitaku nga PDK vlerëson se kjo rënje përbën një alarm serios për gjendjen e demokracisë në vend, ndërsa deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami theksoi se gjendja e lirisë së medias në Kosovë është rezultati i qeverisë Kurti, e cila sipas saj gjatë gjithë mandatit zgjodhi propagandën mbi transparencën, kontrollin mbi kritikën dhe frikën mbi lirinë. Kreu i AAK-s Ramush Haradinaj ka shkruar se rënja e lirisë së medias në Kosovë nuk është rastësi, por është pasojë e frikës, kontrollit dhe arrogancës politike. Një ditë përpara seancës së 10 për konstituimin e kuvendit, lëvizja vetëvendosje nuk e ka publikuar skenarin për mënyrën e votimit për krye parlamentar, ndërsa partitë e tjera nuk lëkundën kanë qëndrimet kundër Albulena Haxhiut. Të shtunën nis përpjekja e 10 e deputetëve për konstituimin e kuvendit, në mungesë të votave të nevojshme nga vetëvendosje për zgjedhjen e kryeparlamentares. Seanca është ndërprer vazhdimisht nga udhëheqësi i saj Avni Dehari. Deputetja e vetëvendosjes Mimoza Kusari lë fajtore partitë që po e kundërshtojnë kandidaten Albulena Haxhiu, ndërsa nuk ka treguar se si do të veprojnë gjatë seancës të së shtunës. Të shohim në proces se cilat do të jenë qëndrimet, a ka ndonjë reflektim, unë shpresoj të ketë një reflektim. Për shkak se shumë po thirremi, shumë po deklarohemi, shumë po tregojmë se jemi ekspert, themin thojza të kushtetutës dhe kushtetutshmërisë, përderisa janë disa interpretime shumë të qarta me këtë procedurë. Prandaj uroj të reflektojnë në aktgjykimet e deritashme, ndërsa nëse është nevojë, atëherë duhet të kërkohet interpretim edhe për këtë pjesë të mbetur, të pa definuar se sa gjatë ose si mund të shtyhet ky procedurë edhe përmes gjykatës kushtetuese pastaj. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu mes kritikash ndaj vetëvendosjes për zvarritje dhe shmangje të procedurave ligjore për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, tha se PDK-ja nuk ka vot për Albulena Haxhiu, por akuzoi vetëvendosjen se po bën pazare për vota. Nuk mund të instalohen përpjekje të një subjekti që provon të nënshtrojë vullnetin e deputetëve. Deputetët me kushtetutë kanë lirinë e tyre që të votojnë ashtu siç ata dëshirojnë. Nuk mund që për ego të një personi të përveçëm Kosova të bllokohet tash sa kohë. Republika e Kosovës është më e madhe se emri i Albulena Haxhiut,
se emri Kurtit. Por deputetja e vetëvendosjes Mimoza Kusari mohon zërat se vetëvendosje ka për synim pazaret me vota, duke organizuar votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Synimi është që të ofrohet shpreha e lirë e vullnetit të gjithë deputetëve. Ka deputet të caktuar të partive opozitare të deritashme, të cilët kanë deklaruar se janë thellësisht të interesuar të zhbllokojnë situatën. Profesori universitar Fadel Maloku e quan komike zvarritjen e konstituimit të kuvendit. Ai nuk pret zgjidhje të shpejtë të ngërçit politik dhe thotë se qëndrimet e palekundura të përfaqësuesve politik thellojnë distancën për bashkëpunime. Zgjidhja për mendimin tim dhe unë mendoj që gjithë do të pajtohen është kompromisi. Pra, politikanët aktual gjitha këtyre subjekteve do duhet të uleshin edhe të gjenin një kompromis i cili është në favor jo të klanit, jo të grupit, jo të partisë, po është në interes të shtatëdërtimit. Profesori Maloku thotë se ka një shpjegim edhe në rrafshin sociologjik se përse partitë politike nuk po i ndryshojnë qëndrimet e tyre për zgjidhjen e ngërçit politik. Po vret që këtu ka gjithçka, ka smir, ka inati, ka interesa. Mos harrojmë se interesi kryesor i subjekte politike është monopoli dhe kontrolli nesër i subjekte. Problemi është që ky monopol e ka një afat shkurt, e ka deri në zgjedhjen e presidentes. Seanca e së shtunës është përpjekja e 10 për konstituimin e kuvendit dhe do të jetë hera e 8 për votimin e kandidatës vetëvendosjes Albulena Haxhiu. Kalimi nga votimi i hapur në votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit ndonse pa suksesshëm po komentohet në mënyra të ndryshme. Ish-gjyqtarë të gjykatës kushtetuese vlerësojnë se ky veprim nuk përbën shkelje kushtetuese, por që procedurat duhet vazhdojnë me votim të hapur. Nga shoqëria civile ndërkaq vlerësojnë se ndryshimi i mënyrës së votimit është tentativë për shkelje të kushtetutës dhe rregullores së punës së kuvendit. Ndryshimi i procedurës për zgjedhjen e kryeparlamentarit nga votimi i hapur në atë të fshehtë në tentimin e djeshëm për konstituimin e kuvendit ka ngritur diskutimet nëse ky veprim përbën shkelje kushtetuese e të rregullores së punës së kuvendit. Ish-gjyqtari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu thotë se nuk pati shkelje kushtetuese, por që sipas tij për zgjedhjen e kryeparlamentarit duhet të vazhdohet me votim të hapur. Ja, absolutisht jo, se kjo është rregulluar me rregullore të kuvendit, nëse shkelet rregullore, absolutisht, kjo është akt nënligjor, i cili ka fuqinë shumë turt juridike dhe këto çështje procedurore edhe rregullohen me një rregullore. Mos janë marrë vesh, sipas gjitha njohurive që kanë janë marrë vesh që të shkojnë me votim të hapur, kjo duhet përfundoj deri në fund me votim të hapur. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi ndërkaq thonë se përveç shkeljes së rregullores së punës së kuvendit, ndryshimi i mënyrës së votimit nga i hapur në të mbyllur përbën edhe shkelje kushtetuese. Seanca konstituive është një seancë formale që ka një rregull të caktuar që duhet ndiqet nga fillimi deri në fund. Tentativat e djeshme do thotë përkundër që përpos që shkojnë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rregulloren e punës së kuvendit, definitivisht janë një tentative dëmshme për demokracinë, për parlamentarizmin dhe për transparencën. Qytetarët do thotë duhet ta dinë se një deputet i caktuar për kënd ka votuar. Për ndryshimin e procedurës për zgjedhjen e kryeparlamentarit nga votimi i hapur në atë të mbyllur, kryesuesi i seancës Avni Dehari u thirrë në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, si dhe në rregulloren e punës së kuvendit si zgjidhje për zhbllokimin e ngërçit. Sipas grupit për studime juridike dhe politike, votimi i fshehtë pamundëson evidentimin e shkeljeve kushtetuese gjatë votimit për kryeparlamentar, si dhe cënon transparencën ndaj qytetarëve. Madje GLPS vlerëson se forma e votimit të fshehtë do të duhej të rishikohej edhe tek çështja e zgjedhjes së presidentit. Si do të mund vlerësohej ta zëm nëse ishte shkelur kushtetuta në rastin e qeverisë së njohur si Hoti atëherë, në rast se edhe votimi për qeverinë do të bëhej i fshehur. Në anën tjetër, GLPS konsideron që disa mandate të deputetëve që nga 27 marsi tashmë duhet konsiderohen si të pavlefshme ose të humbura. Dhe në rast se gjykata kushtetuese do të bënte këtë vlerësim, dhe në rast se kuvendi, siç u tentua dje, do të tentojë pra të konstituojë përmes votimit të fshehtë, sërish do ta bënte të pamundur nga gjykata kushtetuese që të vlerësonte
nëse një vendim i tillë ishte në përputhshmëri me kushtetutën. Dhe e treta, pra ndonë se pra kemi pjesë të rendit tonë juridik si mundësi votimin e fshet, si mund ta dinë qytetarët se përfaqësuesit e tyre në fakt janë duke i përfaqësuar drejt qytetarët. Votimi i fshet për zgjedhjen e kryeparlamentarit është kundërshtuar ashpër nga PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja si dhe lista serbe, të cilat edhe e pamundësuan realizimin e kësaj forme të votimit, duke mos i dhënë mbështetje formimit të komisionit përkatës për votim të fshet. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shënoi 25 vjetorin e themelimit me qras lidershipi i këtij subjekti politik, falenderoi të gjithë miqt dhe bashkëpunëtorët me cilët kaluan këtë rrugtim prej 2 dekada e gjysmë. Miqt dhe bashkëpunëtorët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me të cilët ndërtuan këtë rrugtim prej 2 dekada e gjysmë zunë vendet e tyre në këtë tubim festiv për të elaboruar të arriturat, por edhe për të prezantuar planet për të ardhmen. Lideri i Aleancës Ramush Haradinaj falenderoi gjithë ata që ndër vite besuan në AAK-n, e cila siç theksoi ai ka vizion dhe qëllim të qartë për të ardhmen e vendit. Aleanca lindi nga liria, u rrit me lirinë, veproi në shërbim të lirisë dhe mbrojti paqen dhe lirinë në Kosovë. Aleanca me themelimin e vet u bë themeluese e demokracisë dhe pluralizmit dhe mbrojti demokracinë e Kosovës. Aleanca u bë themeluese e institucioneve dhe i mbrojti ato. Aleanca u bë themeluese e Republikës pavarur, të kushtetutës, të ligjeve dhe mbrojti Republikën, kushtetutën dhe ligjin e Kosovës. Në jubileun 25 vjeçar të AAK-s, nënkryetari Ardian Gjini tha se janë mbi 1 milion arsye për të festuar, pasi Aleancën, siç deklaroi ai, s'kishte kusht që ta ndalte në qëllimet dhe synimet e saj për mbrojtjen e Kosovës dhe institucioneve të saj. Aleanca ka mision ende dhe ka me vazhdu misionin. Ai mision është mos me mri me pa Kosovën në këtë pako çfarë kemi sot. E kjo është kush kishte thonë para 25 viteve që 10 dita në ardhur një qeveri e cila dhan Kosovën në sanksione. Kërkush nuk kishte besu. Kush kishte besu që në vend se në shku duke avancu, Kosova ka me nisë me degradu ekonominë dhe në fundit, kush kishte me thonë që në Kosovë ka me uqenu liria medias. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës u themelua më 2 maj të vitit 2000 dhe prej atëherë drejtohet nga Ramush Haradinaj. Unë Ramush Haradinaj, jam i gatshëm, ta pranoj dëshirin dhe dëshirat që një popull. Grupi për studime juridike dhe politike ka ngritur shqetësimin se dështimi në formimin e institucioneve të reja do të rrezikojë miliona euro për Kosovën në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Sipas tyre, disbursimi i mjeteve të parafinancimit për Kosovën është ndërlidhur me miratimin e 2 marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvend, cilat për shkak të pamundësisë së konstituimit të legjislaturës së nëntë nuk mund të ndodhin tani. Hulumtuesi në grupin për studime juridike dhe politike Besar Gërgi tha se mjetet e para për Kosovën rrezikojnë të kthehen në pikën 0 nëse marrëveshjet nuk miratohen deri në krijimin e qeverisë. Ai shtoi se negocimi nga fillimi i marrëveshjes mund të përkthehet edhe me vonesa në ekzekutimin e fondeve dhe potencialisht me rishpërndarjen e tyre në vendet e tjera të rajonit. Situata rëndohet edhe më shumë, duke marrë parasysh se në rast mos ratifikimit deri në qershor, që përbën afatin e dytë të zbatimit të kësaj marrëveshje, ka rrezik real për kthimin në pikën 0 sa i përket negocimit të saj. Kjo mund të përkthehet në vonesa në ekzekutim të fondeve, por po ashtu potencialisht mund të përkthehet edhe në rishpërndarje të fondeve, pasi plani i rritjes i Bashkimit Evropian ka klauzola të konkurrencës, me çrast vendet që performojnë më mirë në rajonin tonë mund t'i marrin fondet e vendeve që kanë ngjese për çfarë do lloji arsye, pra si në rastin tonë për shkak të mos ratifikimit. GLPS konsideron se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin integrues të Kosovës dhe të mohojë vendit tonë një përkraje të tillë financiare.
Aq më pak, kjo nuk duhet të ndodhë nga deputetët që kanë marrë besimin e popullit për të shtyrë përpara integrimin dhe jo për ta bllokuar atë. Ndërkohë, përfaqësuesja tjetër e GLPS-s, Blerina Istrefi, tha se nëse partitë parlamentare dështojnë të formojnë qeverinë e re dhe bien dakord për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, atëherë me do e mos duhet konstituohet kuvendi. Rastin më të keq, në qoftë se vendoset për zgjedhje të parakohshme, atëherë duhet me do e mos të konstituohet kuvendi në mënyrë që të votohet për shpërndarjen e tij. GLPS në këtë rast rekomandon që të shfrytëzohet pikërisht ky moment, që të kalon ky projekt ligj sipas njeni 85 të rregullorës së kuvendit, që e parasheh procedurën e përshpejtuar në raste të veçanta, ku një nga rastet është edhe interesi financiar, si në këtë rast. Plani i rritjes është një kornizë e re e BE-s për përshpejtimin e reformave për integrimin evropian të gjithë rajonit, që kombinon reformat me kontribut të drejt për drejt financiar nga fondet e BE-s në buxhetet e vendeve përfituese dhe në projekte investuese. Me zbatimin e këtyre reformave, Kosova do të përfitojë deri në 882.6 milion euro fonde nga BE-ja. Nga kjo shumë totale, 253.3 milion euro janë grante, ndërsa pjesa tjetër prej 629.3 milion eurosh janë hua afatgjata. Grupi i qytetar asnjë cent më shumë dorëzoi padi në gjykatën themelore të Prishtinës kundër zyrës së rregullatorit për energji, duke kundërshtuar vendimin e fundit për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Pas 3 protestash, grupi asnjë cent më shumë ju drejtua gjykatës themelore në Prishtinë për dorëzuar padi ndaj zyrës së rregullatorit për energji lidhur me vendimin e fundit për ngritjen e çmimit të rrymës. Në një dosje, avokati Ardian Bajraktari vetë se kishte mbledhur argumentet për t'i dorëzuar në themelore për vendimin e ZRE-s, i cili sipas tij përbën shkelje ligjore. Edhe për nga përmbajtja e vendimit, natyrisht në bindjen tonë është në shpërputhje me elementet detyruese që duhet me përmbajt një akt të tillë, për faktin se edhe përkundër faktit që i njëjti ka një numër të konsiderueshëm faqesh në arsyetim, arsyetimi në vetvete është kontradiktor dhe në rrjedhë të kësaj në bindjen tonë është në shpërputhje me dispozitat ligjore të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, për faktin se një arsyetim i paqartë dhe i pakuptueshëm është barazi me mungesën e arsyetimit, e mungesa e arsyetimit natyrisht që sipas nenit 52 të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative e bën një vendim të palehtëshëm. Me që 3 protestat kundër vendimit të ZRE-s për shtrenjtim të rrymës nuk bën punë, grupi asnjë cent më shumë shpreson që problemi të zgjidhet përmes rrugës ligjore. Besojmë në provat, dëshmit që i kemi ofruar që gjykata do të vendos konform kërkesave tona dhe këtë vendim të muarëzisë do alejëërsirtar të pazbatueshëm e që pastaj organet tona që presim të konstituohen Kuvendi i Republikës së Kosovës ta shkarkoj këtë bord të ZRE-s, të emëroj një bordëri, të anuloj këtë vendim dhe që pastaj të hap konsultimin publik lidhur me çështjen dhe veçmas të merret me sektorin e energjisë, me cilin për 5 vite nuk është vënë asnjë gozhd për të ecur përpara dhe për ta krijuar një mundësi që qytetarët të kenë energji të lirë dhe të kenë të bollshme në mënyrë që të mos ketë reduktime. Ndërkohë, avokati i popullit ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji që të pezullojë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike deri në përfundimin e hetimeve lidhur me ankesat e qytetarëve. Zyra e rregullatorit për energji tha se përpoz shqyrtimit të rregullt vjetor, legjislacioni parasheh dhe shqyrtimin e jashtëzakonshëm të tarifave, i cili mund të iniciohet nëse ndodhin devijime të konsiderueshme nga të hyrat e lejuara. Oda ekonomike e Kosovës konsideron se tarifat e reja janë goditje e rëndë për qytetarët. Nga dje ka hyrë në fuqi vendimi i zyrës së rregullatorit për energji lidhur me ndryshimin e tarifave për 16.1%. E përveç shqyrtimit të rregullt vjetor, mund të ketë edhe shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave, e cila sipas ZRE-s ndodh në rastet kur konstatohet se pragu prej 5% është i kaluar. Përveç shqyrtimit të rregullt vjetor, legjislacioni parasheh dhe shqyrtimin e jashtëzakonshëm të tarifave, i cili mund të iniciohet nëse ndodhin devijime të konsiderueshme nga të hyrat e lejuara të miratuara më herët. Ky shqyrtim mund të ndërmerret nëse konstatohet se pragu i materialitetit prej 5% është i kaluar në përputhje me kriteret e vendosura në rregullore. Çdo vendim eventual për shqyrtim të jashtëzakonshëm do të bazohet në të dhënat e sakta dhe analiza të detajuara
në përputhje me mandatin dhe detyrimet ligjore të ZRE-s. Ngritja e çmimit të energjisë prej 16.1% është goditje e rëndë për qytetarët, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Po do të ndikoj për të keq, padyshim në jetën e qytetarëve, për arsye se do të kemi një ulje të standardit jetësor të qytetarëve të Republikës Kosovës. 16.1% është për ekonomitë familjare, por është edhe për bizneset të cilat nuk i te kalojnë numrin mbi 50 të punësuar ose qarkullimin mbi 10 milion. Qytetarët e Kosovës do të ngarkohen shtesë në produktet e Kosovës, për arsye se të gjithë prodhuesi, kemi 97 prodhues, të cilët sipas njoftimin nga ana zyrës rregullatorit të energjisë elektrike nga 1 qershori duhet të dalin në tregun e lirë dhe ne sipas analizave që kemi bërë nodë ekonomike, çmimi në bursa sot është 50 deri në 100% më shtrenjtë se që ka qenë deri më tani dhe kjo padyshim që do ndikojë drejt për drejt në ngritje të çmimit të produktit tonë, ku këtë çmim do ta paguajnë qytetarët. Domethënë përveç ekonomive familjare do të paguajnë edhe një herë në produktin që do ta blejnë, që është prodhimi i Kosovës. Kështu që do të kemi një ulje të standardit jetësor, do të kemi një rritje të inflacionit dhe një varfërim të madhe. ZRE komentoi dhe padinë dorëzuar nga grupi Asnjë Cent më shumë, e cila tha se si institucion i pavarur dhe i ndërtuar mbi parimet e transparencës dhe llogaridhënies, respekton të gjitha procedurat ligjore. ZRE thot se mbetet e përkushtuar që të mbrojë vendimet e saj përmes argumentimit teknik dhe ligjor përballë çdo instancë të autorizuar. Në 26 vjetorin e masakrës serbe në studimet të Vushtrisë u kërkua drejtësi për 116 shqiptare të vrarë më 2 maj të vitit 1999. Në Akademinë Përkujtimore të organizuar nga Komuna e Vushtrisë u kërkua dhe unitet politik. Ministri në detyrë Albin Kurti tha se strategjia gjenocidale serbe përfshiu edhe fshatrat e Vushtrisë ku mbetën të vrarë 116 civil. Ai theksoi se vetëm me dënim për ata që kryen këtë masakër, familjarët do të gjejnë prehje dhe paqja do të jetë e qëndrueshme. Në mbrëmjen e 2 majit 1999, forcat kriminale serbe filluan terrorin sistematik ndaj popullatës civile shqiptare, e cila po lëvizte aty në kolon, nga fshati studime poshtme në studime të epërme. Brenda 2 orësh, 116 shqiptar u vronë mizërisht, burra, gra, pleqe, fëmijë, jeni dëshmi e gjallë e forcës popullit tonë. U jemi mirënjohës juve që e mbani po ashtu gjallë kujtesën e luftës. Krimet kundër njerëzimit nuk parashkruhen, nuk harrohen, nuk falen. Vetëm me drejtësi për viktimat dhe dënim për kriminalet, familjarët do të gjejnë prehje dhe paqja do të bëhet e qëndrueshme. Kryetari i Vushtrisë, Ferit Idrizi, tha se masakra e 2 majit ka lënë gjurmë të mëdha e të pashlyeshme, ndërsa kriminalet serb që e kryen këtë masakër ende nuk janë dënuar. Kujtojmë me dhimbje, ndajmë dhimbjet me familjet. Por, pa këtë ditë, nuk do të ishte as kjo ditë me diell, nuk do të ishte as kjo liri të cilën e gëzojmë sot, ndaj se cilës kemi obligim të gjithë, që të ndërtojmë institucione, që të gjejmë rrugë të bashkohemi, që të gjejmë rrugë të krijojmë unitetin, sepse vetëm uniteti e ka shpëtuar këtë popull. Në këtë akademi përkujtimore i pranishëm ishte edhe kryetari i AAK-s Ramush Haradina, i cili tha se i paharuar është kujtimi për të gjithë të rënët për liri. Edhe unë i bashkohem respektit për të rënët për liri, për martirt e studimesh, që janë shumë, që janë gjitha moshave, dhe njëkohësisht e solidarizohem me dhimbjen e juj, po edhe me krenarin e juj. I paharruar kujtimi për të rënët për liri, këtu në studime e në gjithë venit. Faleminderit. Sokol Gjata në emër të familjarëve kërkoi që amaneti martirëve dhe të rënëve për liri mos të harrohet në zyrat e shtetit. Ne si familjar, shpesh herë në zyrat e shtetit tonë, nuk kemi hasë ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e trajtimit nga pushtetarët të cilës do kohë qofshin ata. Fatkeqësisht, sot që po shenojmë 2 majin pas 26 vitesh, kemi një përçarje të thellë në mes spektrit politik dhe ajo çfarë ne kërkojmë si familjar, kërkojmë që ashtu siç ishin të unifikuar këtu të gjithë martirët, dëshmorët në vijat e frontit, të unifikohet spektri politik dhe të arrijnë që Kosovën ta shtyjnë përpara emanet që e kanë nga martirët.
26 vjetë më parë, më 2 maj të vitit 1999, forcat serbe vranë dhe masakruan 116 civil të pafajshëm shqiptar. Këta të fundit u nxorën nga kolona e qindra njerëzve që kishin marrë rrugë për Shqipëri. Dëshmitarët kishin deklaruar se 116 civilët u pushkatuan brenda 2 orëve. Fronti Europian dhe BDI-a ende nuk kanë ndonjë vendim se si do të garojnë në zgjedhjet lokale. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti tha se të gjitha palët do të mblidhen për të diskutuar çështje në fjalë. I pyetur nëse në front ka vend për bashkëpunim me ASH-n e Taravarit, Ahmeti tha se vlerëson vendimin e Taravarit për ndarje nga Vlen. Kreu i BDI-s, prijësi i Frontit Europian Ali Ahmeti e quan të guximshëm hapin e kreut të ASH-s Arben Taravari, që nuk është më pjesë e Vlenit, pas mos pajtimeve që kishte brenda koalicionit. Sigurisht ne vlerësojmë hapin e guximshëm të zotit Taravari, që e ka kuptuar shumë më herët që kjo qeveri s'është asgjë më shumë se sa një qeveri anti-shqiptare, sepse ka ardhur në pushtet me platformë anti-shqiptare. Taravari nuk është më pjesë e Vlenit pasi liderët e tjerë të koalicionit nuk pranuan që të dalin me lista të veçanta për këshilltar komunal siç kërkonte ai. Pasi ndan rrugët, Taravari u shpreh i hapur për bashkëpunim me të gjithë subjektet për kandidaturat për kryetar komunash. Po a ka në Frontin Evropian vend për bashkëpunim me Taravarin? Akoma nuk ka biseda finale. Bashkimi Demokratik për Integrim akoma nuk i ka thirrë organet drejtuese të partisë. Mendoj që marrëna javës do thirren organet më të larta të partisë, do të shqyrtohen të gjitha situatat. Duke komentuar deklaratat nga Alianca për shqiptarët se duan të mbeten pjesë e qeverisë, Ahmeti rikujtoi deklaratën e Taravarit, i cili ka thënë se nuk ka lindur në qeveri dhe se nuk do ta kishin problem të mos jenë në pushtet. Në momentin që do jetë i papranueshëm, jo i përshtatshëm, ai mund edhe të largohet. Po këto janë çështje të zotit Taravari, nuk janë çështje të Bashkimit Demokratik për Integrim, as të Frontit Europian, janë çështje të brendshme që zoti Taravari do t'i drejtojë dhe do t'i menaxhojë. Unë ja shoh që Vleni nuk është Vlen më, po Vlen. E i pyetur për shkrirjen e Vlenit në një parti të vetme dhe nëse kjo do të jetë sfiduese për BDI-n, kreu integristëve u shpreh se BDI nuk ka pasur oponent dhe se ende është lëvizje kombëtare dhe tematike që brenda vetes ka të gjithë ata që janë të interesuar ta shpijojnë vendin dhe kombin përpara. Për më shumë informacione mund të klikoni edhe në portalin tonë TV21.tv. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.